Kështu që na kemi problemin me nën kontraktorët, cilët janë të pafajshëm. Nuk kanë lidhje nën kontraktorët me kontratat e Vijas edhe të Mapkos. Ata kërkojnë me hije me punuem, t'i kryjnë punët e tyne. Për t'i krye punët e tyne, e kanë afatin deri në fund të mujt. Prej fundit mujt, ju nevojiten 10 ditë për t'i nënshkrua situacionet e tyne edhe për t'i dërgua fakturat për pagesë. Këta e kanë hallin e tyne, edhe unë e kom hallin e atyne. Çka na bojna në mes veti, mes Mapkos edhe Vijas, apo shtetit, ka kush i drejton ato punë. Kush e ka bërë ndalimin? Kush e ka ndaluar? Nuk Është është bo prej disa punonjësve të Vijas që punojnë këtu. A e kanë autorizimin për të marrë vendimin edhe pse jeni brenda kontratës? Nuk e di unë, a kanë autorizim, a nuk kanë, do t'ja u kërkoni atyne autorizimin. Mirë, po si do që tjetë, nuk bohet këja punë mas orës 21 mbram, për sot nuk vinim punë. As një punëtor e krynë punën këta në ora 5, mas zvoni, edhe kanë shku në shpe. Qysh mi lajmru e nanë nën kontraktorët që nesër nuk punohet, nuk kina mujtë. Sot kur kanë ardhë është porta e blokuar. A fatet përfundimtare kur janë të përfundimit Ato ndohen me legje dhe me prokurori edhe në mes Vijas edhe Mapkos. Po, unë e kom hallin të punëtorët të nën kontraktues të motër. Që kam ju bo këtyne? Këta jonë të pafajshëm. Çfarë foj kanë këta? Kanë bo kontratë me neve. Për çdo muj, deri në fund të mujt, e përfundojnë këtë muj. Mas fundit mujt, ju nevojiten 10 ditë për të nënshkrua situacionet edhe për t'i dërgua fakturat për pagesë. Këta na duhet t'i paguim. Edhe njerësen e punëtorit duhet paguhet. Nuk muna na mi pague sot për nesër, derisa nuk nënshkruhen situacionet. Për më nënshkruhe situacionet duhet t'jenë njerëz prezent. E kryjnë mujin, e përfundon mujin, edhe kontrollohen punë që i kanë krye, nënshkruhen që kja punu krye, që kja duhet kryet. Mbrana që aty në 10 ditëve, këta i përfundojnë edhe fakturat, edhe situacionet, edhe punët. A keni folur me dikën nga firma tani? U ka dhënë ndonjë përgjigje ose policia? Policia janë këtu, unë nuk mujt me hyje me bisedu me policin, as mu më dëgjua policia muhe, mirë po këta janë ka e kryjnë punën e vetë. Këta nuk mujnë me hap porten, na me hyje ose me na blokue. Por e ngjizojnë situatën. Na kërkojna prej Vijas, që ata që kanë tentu edhe që ata që kanë bohe blokaden, që të vinë ose këtu, ose ne të shkojna në zyrit e tyne. Shkojna 2 njerëz, 3 njerëz prej neve edhe flasëm si njerëz. E ata duhet me kërkue prej superiorëve të tyne që nën kontraktorët të lejohen me hije mrena. Ma beteksin. Mapkon, Ismet Pacolli jam.